Ne e kemi quar Shqipërinë e përkushtuar për paqen deri dhe në krye të OSBE-s, apo në tryezën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku kemi nderuar flamurin dhe kombin shqiptar. Një dekadë më parë, ky vend ishte një ishull që dilte në radarin e botës vetëm për lajme të këqija, dhe shqiptarët në botë shiheshin si përfaqësuesit e atij ishulli, të mveshur me tërë të zezat nga medet e botës, një pjesë të vërteta dhe një pjesë gënjeshtra me bisht. Sot ai ishull ku numëroheshin si turist edhe deputet të kuvendit, edhe vetë kryeministri sa herë kthehej nga jashtëtetit, është një Shqipëri tjetër, destinacioni 12 milion turistëve, me aeroportin me rritjen më të lartë të numrit pasagjerëve në Europë dhe për të disatin vit i parin rajon, duke lënë në vend të dytë Beogradin, krye aeroportin historik të Ballkanit Perëndimor. Kjo Shqipëri tjetër u ka hequr shqiptarëve sekëlldinë e emrit, që pas shumë vitesh në përkëmbje në për rrugët e Europës e shqiptojnë sot me kokën lartë në çdo gjuhë të Europës. Dhe pikërisht sot, kur bota është trazuar keq dhe paqja është vënë në një presion të paparë nga të katër anët, Shqipëria e çmuar ndërkombëtarisht prej disa vitesh ftohet nga personalisht presidenti i Shtetit Bashkuara për të bërë antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar të krijuar prej tij me emrin Kuptim Plot Bordi i Paqes. Ky është një nder i veçantë. Dhe kjo është një tjetër mundësi për të dhënë kontribut për paqen. Jo se ne jemi të mëdhenj, apo se pa ne nuk zgjidhen dot konfliktet në zona të tjera të botës, po sepse na jepet mundësia të vazhdojmë të rritemi si shtet, duke zgjeruar dijen dhe forcuar vetdijen tonë si zëdhënës dhe si punëtor të paqes, si edhe të jemi botërisht si vend dhe si popull, për atë që duam të jemi në këtë botë, ku kur nuk je në tryezë, je në menu.